بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga tekësia e shpirteve dhe veprave tona. Ata të cilën na udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa ata të cilën e lënë në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok. Edhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, me familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Nërsa vepra më e keqe dhe më shëmtuar është e shpikur në fe, dhe çdo shpikje në fe është risi bidat, çdo bidat çon në humbje, çdo humbje në çon në zjarr të xhenemit. Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Edhe sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall do të vazhdojmë me ligjëratën e radhës, që ka të bëjë me dispozitat që kanë lidhje me martesën, rregullat në lidhje me martesën, dhe kemi përfunduar me një mori rregullash prej fejesës e deri, domethënë të dasma dhe si bëhet dasma. E në ligjëratën e kaluar kemi filluar në lidhje me raportet bashkëtorë pasi që të martohen, dhe kemi thonë se thjesht çështja e martesës si parim dhe bazë është e lidhur me atë se njeriu duhet mos sill njëri me tjetrin, burri me gruan, konform asaj që ka ardhur në Kur'an dhe Sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po edhe konform traditave, zakoneve, përderisa ato tradita dhe zakone nuk bin ndesh me Kur'anin dhe Sunetin. Edhe për argument kemi sikur ajetet kuranore wa ashiruhunna bil ma'ruf, dhe silluni mirë me to. E mira është qoftë e mirë shariatike apo e mirë me cilën njerëz e dinë që është e mirë, a thash nuk bën ndesh me Kur'an dhe Sunet, apo ajeti tjetër walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, dhe ato kanë drejta ashtu siç kanë obligime me të mirë. Pra thjesht këto dy ajete janë bazë me treguar raportin që duhet mu ndërtuar, domethënë jeta bashkëtorë. E mas andej kemi folur për bazën dhe atmosferën që duhet me mbizotruar familje, edhe kemi thonë ajo se familja duhet mu ndërtuar mbi dashuri dhe mëshirë, nga se Allahu Azza wa Jall kur ka folur për martesën dhe për argumenteve për ekzistimit të Allahut Azza wa Jall është që ka krijuar çift, domethënë për njëri tjetrin, e pes tyre ka thonë waj'ala bainakum mawaddatan wa rahma, dhe ka bërë mes juve, domethënë çiftit edhe dashuri edhe mëshirë. Edhe jemi ndalë me tregu pak se si është çështja e mëshirës, se mëshira është sifat dhe vlerë që kërkohet në parim çdo domethënë sferë të jetës me çdo kon, qoftë ai i afërt i largët, qoftë domethënë ai që e kem gjak apo se kem gjak, e kem një pjesëtar në fejes apo jo, bile kjo e të i kalon në çështën e njerëzillëkut, realisht ka të bëjë edhe me botën tjetër shtazore, që gjithmonë ai elementi që na udhëheq me kon mëshira,
e qysh është puna, kur puna dhe më thonë për martesën edhe për qiftin bashkëtorë, burri dhe gru, edhe kemi sekur hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se nuk e urren burri në më thonë gruan e tij tërësisht, qofse diçka si pëlqen, ka gjëra tjera dhe më thonë që i pëlqen prej saj që një farformë më ndërmjetësojnë që me të i kalu situatën dhe dhe më thonë me kalu me mirësjellje, mirë kuptim dhe mëshirë. Këto e në të dy parimet që thash me i kujtu dhe herë, edhe pse masanej kemi marrë dhe meselet të ndryshme që kemi folë deri te çështja e marrëdhënieve bashkëtorë, kanë mbetur edhe disa mesele që kisha pas qef me i vazhdu dhe me i plotësu, nga se realisht po mundohem më ndalë në atë që është kryesorja, po prapë se prapë ne kur kemi filluar me i shpjeguar të rregulla, jemi duke u bazuar një libër i cili ndonjëherë hin disa detaje që është mirë me ditë, dhe më thonë që kush është më i martuar, po edhe këta tjerë që se din, dhe më thonë që se në martuar me ditë, se nesër do të martuar nuk prish punë. Jemi nalë, apo do të përsëritim edhe njëherë, se çështja e martesës njëra prej arsyeve është që thjesht çifti bashkëtor përveç arsyeve tjera, do të thonë që me pas fëmijë, mushtuj me të sene, realisht është që edhe thjesht me pas marrëdhënie intime burri me gruan, nga se realisht me këtë ata e dobësojnë epshin e tyre e një farforme ruajnë edhe nderin e tyre. Se runa zot, qofse një njeri nuk ka bashorte, nuk ka agjeron, sprovat qysh janë, do të thonë, sidomos këto në kohën bashkohore, kur do të thonë vajzat dalin lakoreq, pothuajse lakoreq, do të thonë kemi përzire të gjenive, qoftë në shkolla, qoftë dhe puna, faktikisht në kanë hi fitnet në çdo vend, çdo kënd, çdo rrugë, çdo shtëpi, me të vërtetë njeriu i cili është i martuar është vështirë me rujt nderin, apo nëse domethënë ose është i martuar apo thjesht domethënë nuk kapet për adhurimeve, sidomos për agjerimit, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mo jo djemtëri martahuni, e kush nuk ka mundësi më martue, domethënë atëherë le të agjeron se agjerimi është mburoj për të. Mirë po, të çështja e marrëdhënieve intime, kjo është baza, edhe faktikisht, do të thonë burri, nëse i kërkon bashortes me pas marrëdhënie intime, nuk duhet me refuzu, dhe kemi cekur hadithet në ligjëratën e kaluar, se realisht nëse refuzon me laqet e mallkojnë deri në mëngjes. Edhe në atë aspekt nuk është çështja me kufizu deri në mëngjes, mirë po thjesht ka në hadithe që e mallkojnë me laqet, apo Allahu zëgjë i cili është në qiell është i hidhur me të, derisa t'ia plotson burrit këtë dëshirë. Nuk ka fjala vetëm domosdoshmë mëngjes, po mirë po derisa thjesht të kthehet në ai vendim, edhe të kthehet te burri i saj, edhe thjesht t'ia plotson nevojën që e ka, nga se realisht një prej arsyeve kryesore të martesës është edhe çështja që me pas marrëdhënie intime çifti. Mirë po kjo është baza. Mirë po nga kjo bazë ka përjashtime se ndonjëherë, domethënë nuk lejohen këto çështje, i kanë cekur dietarët disa arsye. Pe tyre e kanë cekur domethënë se kur ka drejt gruaja me refuzue, domethënë burrin e vet, që mos më plotësu dëshirën, e kanë cekur nëse është smut, edhe thjesht marrëdhëniet intime vetëm e dobësojnë ose e përkatësojnë smundjen, realisht kjo çështje duhet me pas konsiderat, edhe sheria e ka pas konsiderat në parim, la darara wala dirar, as mos pranon me të bë dëm, pas mos më bë dëm kërkujna. Faktikisht në këtë rast, nëse shet që është gjendja se të tillë, domethënë njeriu do të tërhiq domethënë dorë për asaj pune. Kjo është e para. E dyta, kur gruaja ka drejt me refuzu, është nëse është duke kryer në një adhurim i cili është obligim. E thjesht nëse ti kërkon me pas marrëdhënie intime, mi aprish atë adhurim, si për shembull është të agjëru farz, se ka ditë të Ramazanit pa agjëru, apo ka filluar domethënë me agjëru në një ditë që aja e ka bë zotim për me agjëru. Faktikisht të agjëru agjërim farz, nuk është agjëru në agjërim nafile. Atëherë ti mi aprish agjërimin domethënë farz, aja ka drejt me domethënë edhe me refuzu, edhe besimtari që është i devotshëm nuk duhet me kërkuar këtë çështje. Çështje tjetër që e kanë cekur dietarët, e kanë cekur çështjen domethënë kur është në ciklin menstrual,
apo do më thonë kur është do më thonë kohën e lehonisë pas lindjes, këto dy gjendje do më thonë për besimtarin është e ndaluar, do më thonë me bazë marrëdhënie intime, nga se ka ardhur në jetë kuranor, fa'tazilu nisaa fil mahid, dhe largohuni ju grave, mos kryeni marrëdhënie intime me to përderisa kanë menstruacione, wala taqrabuhunna hatta yathurn, dhe mos ju afroni atyre derisa mos pastrohen. Nuk e ka fjalën mos ju afroni që realisht mos flani me to, ose aruna në puthje, për dhelje, kështu me radhë këto lejohen, ajo që s'lejohen këtë gjendje është vetëm do më thonë kontakti intim. Nëse edhe këtu vjen shprehje ajo mesataria e Islamit, se realisht jehudit e kanë pas adet dhe traditë e tyre, se kur ka qenë gruaja do më thonë me menstruacione apo në lehoni, realisht nuk kanë flajt me to një shtrat, nuk i kanë lënë me hungër bukë bashkë, kështu me radhë se kanë llogaritur se është e papastër edhe e neveritshme i mja afru asaj. Kjo ka qenë qëndrimi i jehudive, ndërsa qëndrimi i krishterëve ka qenë i kundërt. Leqe se kanë pas gajle dhe më thonë me hungër, me pi me to, me flajt me to, mirë po kanë kryer edhe marrëdhënie intime me to. E Islami ka ardhur mes, ka thonë absolutisht është gjendje normale se në kalojnë dhe më thonë femrat, në njeriu absolutisht nuk duhet me pas asë aversionin ndaj tyre pse ka ajo menstruacionet me flajt me të në shtrat apo thjesht me hungër bukësene, mirë po ajo që s'lejohet nuk lejohet domosdoshmë vetëm me pas domethënë kontakt intim, edhe për atë ka ardhur në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë isna'u kull shay'in illa an-nikah, domethënë kënaqni me gratë juve kur janë në lehoni apo domethënë me menstruacion ç'ish doni, vetëm keni kujdes domethënë kontaktin intim. A thash edhe këtu është ajo çështja e mesatarisë që shpesh e përmendim në ligjëratat tona se feja jone është mesatare në çdo gjë, e njëra prej tyre as nuk është si jehudit që largohen prej grave plotësisht kur janë në gjendje të menstruacioneve dhe ciklit mujor apo lehonis, mirë po nuk jem as si krishterët të cilët nuk e kanë dertë me kry marrëdhënie intime gjatë kësaj periudhe, mirë po jem mesatar, rrim, hajm, pim, flajm me to, mirë po nuk kemi kontakt domethënë intim me to. Rast tjetër që e cekun dietarët, domethënë që gruaja duhet me refuzu, edhe burri që është burr nuk duhet me kërkuar, unë zot është domethënë me kërkuar, domethënë me pas kontakt anal, nga se ka ardhur domethënë konsenzusi dietarëve që kjo çështje është ndaluar, ka ardhur domethënë kërcënim i ndryshëm në për hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke thonë se Allahu i mallkon ata burrat që të kryjnë kontakt, domethënë anal me gratë e tyre. Ka ardhur domethënë hadith tjetër se Allahu azhjal nuk i shikon ata persona domethënë se kryjnë domethënë një gjë të tillë. Ka ardhur hadith tjetër që ai i cili kryen marrëdhënie anale me gruan e tina apo shkon te një fallxhor dhe i beson fjalëve të tina vetëm se ka bë kufër asojnë që i ka zbritur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ka ardhur domethënë në hadith tjetër që Allahu azhjal nuk turpërohet pej të vërtetës, e ka thonë 3 herë, edhe ka ndaluar që njeriu me pas kësaj kontakti, realisht veç logjikisht me shikue, domethënë njeriu Allahu azhjal ja ka ndaluar me bë marrëdhënie intime me gruan aty ku i lejohet për shkak të menstruacioneve. Edhe pa pastërtisë që ka mundësi me kon çfarë logjike edhe çfarë ndërgjegje ka ai person i cili kërkon runa zot domethënë kontakt anal. Pra thjesht kjo çështje duhet me qenë e qartë të gjithë besimtarët se kjo punë është ndaluar edhe është ndaluar domethënë edhe me konsenzus. Në çështje që e kanë cekur dietarët, disa kanë thonë është ndaluar, disa kanë thonë se nuk është ndaluar, mirë po domethënë është mekruh. E kanë cekur çështjen domethënë kur gruaja me lehonia, ajo kufiri i maksimal i saj i kohës lehonisë është 40 ditë. Mas 40 dite, edhe në qoftë se ka gjakderdhje akoma apo tajitje, realisht më nuk llogaritet në shariatin tonë lehoni, po llogaritet si rregullim. Kjo është maksimumi 40 ditë. Mirë po në qoftë se gruaja pastrohet para 40 ditëve, a thjesht nuk ka as gjakderdhje as tajitje as kur gjë hiç. Edhe është pastruar domethënë pastrim normal, domethënë ka bë tosh. Ai lejohet burrit me bë
marrëdhënien time gjatë kësaj kohe, realisht dietarët kanë thonë prej tyre që është mekruh, e disa tjerë kanë thonë është e lejuar, nga se realisht çështja e gjakderdhjes është maksimale 40 mirë, po nëse pastrohet gruaja më herët, nuk prish punë. Kjo është çështja e parë, apo meselja e parë. Meselja e dytë është se çka ka obligim burri me e detyru gruan. Cilat janë çështje që burri duhet me obligu gruan me krye të punë. E prej tyre kanë cekur që gruan duhet me detyru burrin me u pastru pas menstruacioneve apo pas lehonisë, nga se realisht është hak i atina që me pas marrëdhënie intime, edhe thjesht natyrisht, njeriu kur do me kry këtë akt intim, do me pas pastërti, edhe thjesht një gruaja që ka pas lehoni ose që ka pas menstruacione, nuk është në gjendjen më të mirë që realisht mi ofru kënaqësitë mjaftueshme burrit. Pra të thojnë e ka obligim burri me detyru gruan që me u pastru pas menstruacioneve apo pas lehonisë. Rastin tjetër është që thjesht burri ka obligim me e kërku burri gruas së tina mu pastru mas gjinëbllëkut. Pse? Thojnë nëse është muslimane, duhet mu pastru pe gjinëbllëkut, se realisht duhet mu falë. Ne dim se çdo 3-4 orë, veç sabahu me yatsin ka pak kohë më shumë, apo sabahu me drekën, se faktikisht namazet janë shumë afër. Nuk është gjendje e mirë që gruaja me nej gjinëb, nëse është musliman që duhet mu falë, edhe duhet me udhëru, mu pastru, e duhet me udhëru edhe mu falë gruaja. Po edhe hiç nëse është muslimane, realisht duhet me urdhëruar nëse është besimtari martu me krishtere, që i lejohet me krishtera por judike nëse janë ndershëm martuar, thjesht duhet me urdhëruar se realisht, nuk është gjendje e mirë, është për besimtarin e neveritshme, edhe për veten e tij, po dhe gruaja tina me qëndru me kohë të tëra edhe me orë të tëra, e papastërt dhe gjinëbllëk, po i lejohet atina me kërku që me u pastru. Apo rast tjetër që kanë thonë kërkohet me u pastru, kanë thonë çështja e nëse ka papastërti. Papastërtia, fjalën papastërti e cila janë ndalën asaj në mu falë, në rastin konkret, për shembull e ka marrë një fëmijë, një vajzë të vogël, edhe i ka urinuar në prehen, edhe ja ka zhyt teshat. Faktikisht ka mundësi ndoshta Allahu terr. Ndoshta i ka mbet erë, si ka mbet erë, mirë po në çështë gjendje besimtarit nuk i lejohet realisht me u fal pa u pastru. Nëse s'është hiç besimtar, gruaja është pa besimtare, krishtera apo judike, për burrin i cili është besimtar, realisht për këtyre çështjeve neveritet, nga se e din se janë pa pastërtim në fen tonë që nuk ta lejojnë me u fal me to. Edhe janë të neveritshme që s'ka qef me i pa as në trupin e vet, ashtu s'ka qef edhe me i pa në trupin apo rrugën e gruas. Realisht kanë cekur dietarët çështjen që ka obligim burri me detyru që gruan mu largu prej harameve, e këtu duhet ndoshta shumë monal na me tregu se o vllazni nëse njeriu e ka gruan e pamblume. Faktikisht nuk kalohet kjo, me mirë kuptim i ki 30-40 martesë. Realisht do të më i tregu edhe për vete që ka obligim namazin, e që ki obligim agjerimin, e që ki obligim zeqatin, e haxhin, aja e ka dhe obligim çështjen e mbulesës. Nuk është kjo çështje se apo më pëlqen mu ose asajna, ose po më konvenon mu ose asajna. Realisht është urdhri i Allahut azza që ai i cili na ka urdhëruar mu fal, pa na urdhëron edhe me vënë mbulesën. Ai Zot që na ka urdhëruar mu fal, po thotë që realisht gruaja mos me dalë çdo shpej shtëpis, mos me shku ku do gruaja, mos me shku ku do çika. Faktikisht këto sene duhet me pas njeriu vendosmëri më shumë, mos me mbyll senet në farforme sikur s'po vet kërkosh hiç. Nuk është vllau, motrës më obligu. Ama nëse edhe ti gruas tone nuk i mund si më obligu do sene ose vajzës tone, atë faktikisht veç ai durt mos kafsh hiç, zot shtëpia ose burr, atë shtëpia për sene. Unë e di që ka sfida, sene çdo sen ka sfida. Edhe jeta që është si jetë, edhe për veten tonë kur ka i merr disa vendime, e shet që ose nefsi jot ku me të kundërshtu, ose rrethi jot ku me të kundërshtu, ose ne për veten tonë. Po edhe mos prit që këtë kanë me prit senet atë qetë, kur ti merr edhe ndaj gruas tonë ose pa i vajzës tonë, mirë po duhet me ditë se kush është zot shtëpia.
mos më i toleru çështjet që është ndaluara, eruna zot më bë dejoz në jetën e shpirtit vet, kur ka thonë pejgamberi se dejoz është ai i cili sheh domthon sa në keq në shpirt vet e nuk domthon reagon apo nuk merr mosa. Këtë ceka vetëm si as rast, çështje tjetër e kanë cekur dietarët, por këtë nështë do të lajm për më vonë, a ka drejt burri me obligu gruan me i bëj hizmet. S'po flas me i bëj hizmet mononës e babës prindve të burrit, se realisht në adetet e kemi ashtu që realisht shtëpia tonë e kanë tilla, kena jetuar me prind tonë sana, por realisht me shëshit vëshëretikisht, domethënë gruaja ka ardhur te burri, nuk i ka obligim me i kthyer as domethënë vjerrin, as nuk i ka obligim me i kthyer domethënë kunet e kunatet e kështu me radhë, mirë po nëse është e mirësjellshme, është e ndershme, ja ndihmon burrit që thjesht këto obligime super, edhe shumë mirë. Na po flasim të ishte, a ka obligim vetë burrit, kanë thonë dietarët. A ka obligim mja bukën gruaja burrit? A ka obligim gruaja burrit mja la teshat, mja pastru shtëpinë? Këtu domethënë është meselja. Po them do të cekom më vonë këtë meselë, ndoshta do të marr argumente të secilës palë, edhe pse mendimi më i saktë se ka obligim, edhe ajo domethënë ai mendim se thjesht nuk e ka obligim i bëjë zmet gruaja burrit, është mendim i dobët dhe nuk qëndron se të gjitha argumentet thotë spakun i kam parë edhe nga jeta praktike domethënë e sahabëve kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe ajeteve që domethënë i cekon fillim se një gruaja dhe burri duhet me ndërtu jetën me el ma'ruf, me të mirë edhe mirësi është ajo që ka në Kur'an Sunet, apo që është tradit edhe që nuk vjen kur ndërshtim me Kur'anin dhe Sunetin, faktikisht që bie që është obligim mirë, po thash këtë çështje do të e lajna për më vonë. Çështje tjetër që kemi cekur me Saadiun në ligjëratën e kaluar, ka qenë domethënë sa herë ka obligim spako burri me pas kontakt intim me gruan e vet. Edhe kemi cekur argumente të ndryshme, kemi cekur argumente që spako një herë në 4 ditë, edhe kemi cekur pse kanë thonë kështu, nga se përderisa burrit i lejohet më martu me 4 gra, domethënë ka pesë sahabive kanë thonë 3 ditë, domethënë mund me kanë me gruan tjetër, mirë po të katërtën duhet me caktu domethënë ditën kësajna, domethënë që i bën çdo 4 ditë me kon edhe nëse ka 4 gra, e që i bie që mos me të i kalum atë për se 4 ditë me kon edhe me flajt domethënë me gruan e tina, me pas kontakt intim o fjala, ose kanë cekur kanë thonë 1 muaj, spaku 1 herë në muaj, ose kanë cekur spaku 1 herë në 4 muaj, nga se ka ardhur domethënë në jetë kuranor ai i cili domethënë bën be që mos më afro gruas, bën be pasha Zotin, s'ku me pas marrëdhënie intime me të. E shariati kësaj çështje i ka lënë kufi, qofse mbrana 4 muaj ditëve, domethënë nuk kthehesh edhe kryen marrëdhënie intime me gruan tonë, faktikisht mbas 4 muaj ditë vetëm domethënë rritet si grua e shkurizume, e kanë thonë që pe kësona më kuptu që realisht 4 muaj është maksimumi, apo atë hadithin, atë etherin transmetim nga Omeri radiallahu ta'ala anhu, kur e ka ndërtu çështjen e ushtarëve që shkojnë për xhihad, edhe ndoshta i bjen me nejt me muj, edhe ka kaluar një mbrëmje dhe ka dëgjuar një grua e cila është përmallu për burrin e vet, edhe u kthye te vajza e vet, i ka thonë, o çika jam, sa kam mundësi me bë sabër gruaja pa burr? Ka thonë 4 muaj është maksimumi. Edhe ka caktuar dhe më thonë që ushtari mund 6 muajshin mos me kalu. 1 muaj është me shku rrugës, 1 muaj më kthy, 4 muaj domethënë me kon luftë, mirë po 4 muaj deri 6 muaj me kon maksimumi, domethënë që duhet me u kthye. E pra të thonë domethënë 4 muajshi, spaku 1 herë në 4 muaj duhet me pas marrëdhënie intime, qofse do me pas një marrëdhënie domethënë bashkëtorë, e që asnjëra prej këtyre qëndrimeve nuk qëndron, mirë po mendimi më i saktë është ajo që e cekë edhe Sheikhul Islam Ibn Taymija, se kjo çështje nga ajo që kuptohet prej argumenteve edhe që kanë thonë shumica e selefit, se kjo është domethënë ashtu siç domethënë është nevoja, domethënë kjo kryhet punë as nuk caktohet me një ditë, çdo ditë, as 4 ditë, as një javë, as një muaj të mirë, po ashtu siç e kanë nevojën njëri tjetrin, duke e pasur në konsiderat që dytë e kanë për obligim
që me e ngop në këtë aspekt emocional që thjesht runa Zot mos me i hap derë të keqes dhe haramit. Çështja tjetër që kanë cekur dietarët ka qenë çështja e udhimit të burrit. E që tash ndërlidhet me atë paraprakën është se kur të thëmë burri, domethënë e ka obligim, sa e ka obligim me nejt pa u kthy te shtëpia dhe te gruaja e tina, që mos me pas marrëdhënie domethënë me gruan e tij, kanë thonë kur të thëmë burri e ka obligim me u kthy te gruaja e vete kur plotësohen këto 4 kushte, domethënë nëse thjesht e ka kaluar më tepër se 6 muaj, thashtu lidh në qatë etherin e Omerit që ka thonë 4 muaj bën sabër, nështë 1 muaj 2 rruga sene, maksimalisht me konë 6 muaj që thjesht, dhe më thonë, qofse kalohet 6 muaj dhe realizohet kush duhet më u kthy, kushti i dytë, dhe më thonë është që thjesht me kënkon e kërkon gruaja këtë punë, se ndoshta gruaja mundet me bë sabër edhe thjesht nuk kërkon, nuk insiston më kthyje burrit 6 muaj, se ndoshta ka në i rrëthim që ose ka shku për idare që i thëmë në për furnizim me punu, ose ka shku për me mësu, ose ka shku në gjihad, ose ka shku në haqë. Pa flasin kanë thonë djetarë në haqë në atë kohë kur i në shku në rrugës se kanë haqë me mujë, se tash për 10-15 ditë e kryin haqën dhe ktheje shpitone. Mirë po thjesht, dhe më thonë kur kanë shku në disa udhime që realisht gruaja nuk insiston që burri mu kthi pa tjetër 6 muaj. Pra thjesht, mos me kalu 6 muajshin, mos me konë që gruaja lyp. Nëse s'lyp, atëherë mundet më të i kalu 6 muajshi. Kushti i tretë e kanë cekur dietarët, çështjen e, domethënë, me mujt ai mu kthy, jo me konë prej aty që s'ka mundësi mu kthy, për shkak s'ka pasaport mu kthy, ose është i arrestuar dhe s'mundet mu kthy, është i nxon peng, s'mundet mu kthy, ose ka nxon lufta, s'mundet mu kthy, thjesht tash ndonjë arsye hipotetike që ka mundësi mja pa mundësu njeriu, domethënë mu kthy. Unë e dije në rast sa kemi qenë student kur isha e puna e pasaportave, domethënë me Kosovës edhe ata autonomikut që i lësheshin, ka ndodhur talebes ju patëm mbështjell punë me atë pasoshën e autonomikut të Kosovës, edhe thjesht 1-2 vjet s'ka mujt me ardh hiç, domethënë në Kosovë vetëm për shkak domethënë se një keq kuptime që pa ndodhur Ministri i Punëve të Brendshme atje mes pasaportit të autonomikut atëherë të Kosovës. Pa bo kur gjasheq vetëm që kjo ka qenë, kanë të vazhdu studimet e krejt, po i ndodhi ky rast edhe thjesht 2 vjet s'ka pat mujt me ardh. Edhe kushtin 4 që kanë cekur është që thjesht me konë udhimi i tij që ka pas, domethënë arsye, nëse s'ka pas arsye, domethënë me konë udhimi i pa arsyeshëm kurzohet 6 muajshi. Nëse është arsye udhimi i arsyeshëm, atëherë edhe nëse të i kalohet 6 muajshi nuk prish punë, ai kanë cekur ta çojë se ka në haxhin që është obligim, xhihadin, kërkimin e diturisë, rrezikun nëse kanë nevojë e kështu me radhë, edhe pse prapë po them Sheikhul Islami thotë domethënë që nëse gruaja faktikisht domethënë ka mundësi mu dëmtu edhe ka mundësi ndoshta edhe nëse shkon gat edhe unë Zot me pas domethënë cytje nga shejtani që më rron edhe më prek deri sa në faktikisht ose duhet mu kthy ose thjesht në mund që se është aq larg edhe ndoshta me kërkuar edhe shkorrizim në këtë çështje. Çështja tjetër që kanë cekur dietarët, domethënë është çështja me pas drejtësi edhe me pas domethënë mindogja barabart nëse ka njeriu më tepër se një grup. E na shumica po them 99.99 i kemi ka një grup, domethënë kjo nuk vlen kjo mësim për neve, vlen për ata domon që i kanë më tepër se një grua, që i kanë 2, 3, 4, më përderi se ka mundësi besimtarë mi pas, dietarët i kanë cekur domethënë këto çështje. E para kanë thonë që duhet obligim me pas edhe drejtësi mes grave është të çështja e fjetjes mes tyre. Nëse ka 2 gra, një ditë ajo, një ditë kjo. Nëse ka 4 gra, domethënë secila ka një ditë. Mundesh edhe më tepër me nda. Mirë po më nëse e bën kësaj 2 ditë, kemi ja bëu asaj 2 ditë, ose kësaj 3 ditë, asaj 3 ditë e kështu me radhë edhe pse kjo domethënë nuk është çështje e preferuar, domethënë nga se ka mundësi me pas mos pajtime. Mirë po,
se cilës gru ka një ditë edhe me majtë drejtësi, jo me nejtë të njëna 2 ditë, e një ditë, e tjeta 3 ditë, e kështu më radhë mirë po me nejtë edhe me flajtë me to, por dhe më thonë mirë barabartë. Kjo thujnë është obligim, duke u nisur nga jeti kuranore u ashiruhun bil ma'ruf dhe sill në mirë me to, apo nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ai cili ka 2 gra e anën të njëra më tepër se tjetra, ku me ardhë në një pjesë e trupit ka me qenë deformuar dhe anuar nesër në ditën e gjykimit. Kjo është e para. Apo drejtësia që kërkohet është edhe në çështjen e marrëdhënieve intime, e që realisht kanë cekur dietarët, mirë po realisht kjo çështje nuk, si thot Sheikhu Themini, nuk ka mundësi me pas drejtësi, se realisht njeriu ka mundësi me pas joshje edhe me pas një natë, domethënë marrëdhënie me një grup, po të nesër s'ka domethënë as joshje edhe s'mund me pas marrëdhënie për çdo natë e kështu me radhë. Faktikisht mundesh me flajt te ajo, se ka rënë në saj, po ju me patjetër duhet me pas kontakt dhe marrëdhënie intime, nga se kjo çështje është për te domethënë mundësive të tij. Çështje tjetër që kanë cekur çështjen e domethënë me pas çështjen e drejtësisë në furnizim dhe veshmbathje të tyre, edhe pse Sheikhul Islami domethënë thotë që duhet patjetër me kon, domethënë nga se hin atë drejtësinë që u cek në fillim në argumentet, e ka prej dietarëve që kanë thonë se kjo çështje nuk është obligim për shkak se realisht ndonjëherë ka domethënë vështirësi që me majt drejtësi të plot, domethënë se thjesht çka të blesh kësaj me vesh, asaj me vesh, ose çka domethënë jep me hongër asaj me hongër edhe tjetra asane, ndoshta është ndonjëherë për te domethënë mundësive të njeriu. Drejtësi kanë thonë me majt në çështjen e dhuratave, edhe domethënë disa kanë thonë nuk obligohet, mirë po mendimi më sakt edhe këtu obligohet, ashtu që ka thonë Sheikh Ibn Themini rahmetullahi alayhi, nga se ka thonë edhe kjo duhet me pas drejtësi, se për ndryshe domethënë hin në hadithet që i cekëm më herët, në çështjen e dashurisë kanë thonë me pas drejtësi, edhe pse realisht kjo nuk është obligim, mundësisht njeriu mundet me shfaq mirësjellje dhe mirëkuptim në barabartë për gjithat, mirë po me majt drejtësi në dashuri edhe me i dash të tënat njësaj është e pamundshme, nga se këtë e ka vërtetuar edhe Allahu Azza wa Jall kur ka thonë "Walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum", edhe s'keni me mujt me majt drejtësi, domthonë mes grave, edhe nëse dëni me majt, e kanë komentuar dietarët se është fjala domethënë çështjen e dashurisë edhe marrëdhënieve intime. Se këto dyja të jenë përtej kompetencave, nuk mund të mi dasht njeriu as fëmit e vet, nështë barabart, e le ma hiç domethënë me i dash gratë barabart, e çështja e njëjtë është të çështja e marrëdhënieve intime, nga se njeriu nuk e ka këtë çështje në dorë, ndonjëherë ka mundësi fizike edhe mentale, edhe të rjeket me bë marrëdhënie intime, mirë po të nesër ndoshta nuk mund me bë një gjë të tillë. E të dashuria ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të tregon Aisha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja u ka dhënë ditë, domethënë me drejtësi mes tyre, edhe ka thonë o Zot, këtë ndomje ditëve pe bëj, dhe kjo ndomje është prej meje. O Zot, mos më çerto në atë që ti e ki në dorë e unë se kam dorë. Thjesht këtë që e kam dorë me i da, në natë të ke gru, kjo në dorë tem. Edhe kjo është, domethënë, ajo një farë drejtësie që unë e kam pa. Realisht është ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i frymzuar. Mirë po mos më ngarko në atë që ti e ki në dorë e unë se kam dorë. Është fjala domethënë çështja e dashurisë është përtej kompetencave që janë denjë ndonjëherë që njeriu nuk mundet me i kontrolluar. Çështja tjetër që e kanë cekur edhe ndoshta spezotëm shumë është të çështja që kur bjen që kjo drejtësia domethënë me barabart domethënë mes grave, thonë qofse gruaja refuzon me flajt me burrin e saj, automatikisht këto privilegje i bin,
i saj drejtësisë me flajt me to, me bo marrëdhënie intime me to, çështjen e furnizimit e shumë sene dëmon që ajo këto benefite mundet me i gëzu, nëse thjesht e refuzon burrin me pas marrëdhënie intime, automatikisht këto çështje bin. Apo burri dën me udhëtum me disa gratë veta. Edhe njëra pe gruaja thotë, ja unë s'po du me ardh këtu them për shemb. Shkojnë qoftë ai udhëtim ibadet në umre ose në haxh, qoftë shkojnë domethënë për tregti ose shkojnë, a do më marrë nështë 2 gratë njëra prej tyre thotë unë s'do. Atëherë thjesht domethënë të çështja aty në benefiteve domethënë i bin, apo jo tash se s'pranon me shku me burrin. Po ai tash udhëton, domethënë faktikisht atëherë dietarët kanë bë Sheikhu Themini i kanë 3 ndamje, thonë nëse udhëton për punë të burrit, realisht i takon drejtësinë me majtë të gjitha privilegjet, nëse shkon për punë domethënë të vete, atëherë nuk i takon, edhe në rast tjetër tash nuk më kujtohet. Çështja edhe kjo do të jetë e fundit është që njeriu kur të martohet me më tepër se një gru. Gruaja e dytë ka mundësi me qenë e vej, e ka mundësi me qenë beqare. Nëse është e vej, domethënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka gjykuar që me të në fillim me nejt 3 net e para, e mas 3 netve i ndonë mirë të barabart net me gruan apo me gratë tjera që janë para saj aty. Ndërsa nëse është martuar me një beqare, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka gjykuar që 7 ditë e para, përderisa është beqare dhe është marrëdhënie dhe domethënë është një diçka e re për të, thjesht me nejt me të 7 net, e mas 7 netve domethënë hin në ndamjen normale, domethënë si domethënë gratë që i ka më herët. Thash edhe të kjo që është e vej ka mundësi 7 net. Vetëm pejgamberi sa me Sadiun e Umm Selem që ka thonë po puna me nejt jo 3 net çysh duhet, më me nejt 7 net, është dieta që kjo 7 net që aplikohet edhe te gratë domethënë tjera se mas 3 netshve, domethënë faktikisht aplikohet drejtësia të çështja e beqarës. Tash vetëm si kuriozitet, unë e kujtoj kur na kanë fillim të studimeve, kam pa dëgjuar dikush se këtë hadith kur e ka dëgjuar për punën e martesës, se kush martohet për herë dytë e ka gruan e parë, e gruaja e dytë është e vej, domethënë ja don 3 ditë asajna, mas andaj hin ndamje domethënë drejt, nëse është beqare, 7 net e para i takojnë beqares, e mas andaj hin në monran me gra tjera, e kish pa të menduar se çështja ka të bëjë me çështjen që kur të martohet për herë të parë, domethënë njeriu s'ka nevojë me dalë hiç prej xhamie, prej shtëpia as me shku me fal namazin, nëse ke marrën e dytë, domethënë të vej 3 ditë, hiç s'ka nevojë me dalë prej xhamie, as prej shtëpia as me shku në xhami, nëse ke marrë domethënë beqare, s'ke nevojë me dalë prej shtëpie, as me shku në xhami, domethënë për 7 ditë. Kjo është ka herë këtë kuptime që njerëzit i kanë ose se kuptojnë hadithin, ose se kuptojnë gjuhën, ose se kuptojnë komentet, fatkeqësia shumë e madhe ndonjëherë, domethënë në këto çështje që ka herë s'kuptohen meselet mirë, edhe jepet vendimi i gabueshëm. Tash domethënë muhabeti pe trek muhabetin te këto gabimet, se frikë lexova një prej gabimeve që kanë cekur dietarët, është të çështja tash është këtë temë tjetër se këtim do fol për martesë, marrëdhënien time, tash po dal te varrezat, pe sunetet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe forma më e mirë e varrimit është që mu gry gropa, varri, edhe nonën ka kibla mu ba një si fijak. E që aty me shti gjenazën, e masane e këtë pjesën me e mbyll dhe më thonë me tulla. Dhe më thonë varri është kështot, në pjesën ka kibla bëhat një si fijak gërrihet, shtijet vetëm trupi, e kjo dhe më thonë zbrasira që është dhe më thonë qitet si të morë prej tullave, e të nëshë mbullohet kjo pjesa që është si varë dhe më thonë. Faktikisht i bije që gjenaza u hinë si në fijak, jo bashka është i gërry me varri, për në të fijakun për fundrin në unë ka kibla. E kër ka dëgjuar se pejgamberi sa se më është varrosë kështot, edhe i ka përmenë se u hinë këtë formën i quhen në arabisht lahd, edhe është qitë tullat, e në moros. E në gjuhën arabe,
tullave i thojnë lebin, e në gjuhën arabe çumshit i thojnë leben. Ai kishte pa të mendu se është fjala për çumsht, a këto është fjala me qit tulla. E tha, çdo herë ka nevojë rreske, e merr ka në si thojmë ka litër çumsht, edhe ja që të ke, domethënë gjenazave, se kish pa të marrë vesh hadithin mirë, e kësa gabimet, domethënë njerëzit kanë mundësi me pas, domethënë kur se kuptojnë hadithet drejt ose ajetet drejt, si rastin që jem duke folur për të çështja e ndamjes së netve me gruan e dytë apo tretë, qoftë ajo vej apo domethënë beqare, lutem Allahun azza xal që të na mëson fenë e tina, të na jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe atë që mësojmë të na praktikon, të mundson me praktiku, edhe të na bën dobi në këtë dunjë, edhe të na shpërblen nesër në ahiret. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.